Viti 2026 ka nisur me investime në njësinë administrative karbonare vogël. Ka filluar puna për sistemimin e sheshit para njësisë në kuadër të projektit të Bashkisë Lushnjë me angazhimin e punonjësve dhe mjeteve të drejtorisë së pasurisë publike. Sheshi do të kthehet në një hapësirë rekreative me gjelbërim, stola dhe ndriçim në shërbim të banorëve të zonës dhe veçanërisht moshës së tretë. Paralelisht kanë nisur dhe punimet për shtrimin e rrugës Gorovenjve, po në këtë njësi. Projekti parashikon fillimisht hedhjen e stabilizantit dhe më pas asfaltimin e plot të rrugës me gjatësi rreth 500 metra, një kërkesë e hershme e banorëve. Drejtuesja e njësisë administrative karbonare vogël Nexhmia Arapi tha për kamerën e televizionit se investimet do të vijojnë edhe në fshatra të tjerë të njësisë sipas projekteve të Bashkisë Lushnjë. Në njësinë karbonar, viti 2026, kemi nisur konkretisht me investim në një rrugë, konkretisht në rrugën lagjes së Gorovenjve, fshatin karbonar e Sigurme, po hedhim stabilizant konkretisht në këtë rrugë, e cila është programuar me kalimin e kohës për ta shtruar me asfaltim, por për shkak të gjendjes së tanishme të kësaj rruge, momentalisht po hedhim stabilizantin dhe me nivelimin e saj. Më pas do të pasojmë në fshatrat e tjerë me shtrimin e rrugëve të lagjeve që janë problematike dhe që janë futur në program për të shtruar nga bashkia në bashkëpunim me ndërmarrjen e pasurisë publike. Konkretisht kemi nisur me hapat që janë programuar për të kryer si investime për vitin 2026 që do të pasojnë sipas një programi të përcaktuar nga bashkia në bashkëpunim me ndërmarrjen e pasurisë publike.